O, TikToku! E mo qa më ben? Qa po bëj unë, qa po bëj. Qa janë këto? Për shëndetje TikToku. Ritakojmë sërish me Vespa GTS 310 kubik vitit 2025. Pra, një motor i ri me gati 900 km. Fatkeqësisht motori ka bërë një aksident dhe në rastin konkret, duke qenë se Vespa është me tek braccio, i themi ne, me tek amortizator. Shikoni pra si e ka konstruktin, Piaggio. Është me tek amortizator dhe normalisht duke qenë se ka një kapje shumë delikate, po themi deri paraprakisht, piruni i këtij motori domethënë është shtremuar. Ky është pra piruni i vjetër. Komplet shikoni, ka një kapje shumë delikate dhe nuk duron goditje të befasishme të aksidentuar dhe kryesisht pjesa goditës vjen në pjesën mbajtëse të kryqit, ne i themi kryqi i timonit. Në rastin konkret është ndruar kryqi i timonit, është vënë i ri, origjinal i Piaggios, genuin, dhe po e rimontojmë. Ju lutem keni kujdes nga aksidentet, sepse të rrugët e Tiranës janë bërë shumë të rrezikshme. Dhe i këshilloj shoferët që të jenë shumë të kujdesshëm dhe këta makina që të kontrollojnë gjithkohës pasqyrat, sepse motorrat janë gjithmonë në shtim dhe kujdes. Faleminderit.